Me besim të Ilahi i gjithë më shëshmi më shëplot. Përshëndetje motra e vëllezër, shqiptar, me përshëndetjen më të bukur të në gjatë jeta, zo pëllam, paqe, ku do që jeni, që po merë një frim në tokën e shtrirë si djepi. Në fillim, të gjithë atyre që janë në frekuencat 74 dhe 47, tani më e keni kuptu 47 që në pasqyrë lexohet 74. Që jemi bashkë dhe po na shtohet numri çdo ditë dhe po troket e vërteta çdo ditë në portat e secilit, ka zemra ju tham, mos u dorëzoni, ecim pora, se nuk ka kush na ndal. Se jemi në rrugën e vërtet, në rrugën e dritës së vërtet. Në rrugën e dritës së vërtet. Une këmë qenë shumë me fat, me në privilegje, që mua më karo hise me dal dhe me ju kallëzu se na kanë mashtru. Dhe me dal dhe me ju kallëzu se jetojmë në epokën e mashtrimit më të madh në historinë e njerëzimit. Jam shumë krenar dhe jam shumë i lumtur. Ndjek knaqësinë më të madhe me motrat dhe vëllezërit shqiptar që jemi me një pikë, me një frekuencë. Jemi në natyrshmërinë tonë, e duam vetveten dhe e duam natyrshmërinë tonë dhe nuk e bëjmë kompromis. Edhe një herë si çdo herë tjetër. Nëse dikush rastësisht është këtë kanal, të mund jemi në Facebook, ik prej këtu mshit mos rreth të shqiptarët. Mos u mërzit për neve, heq se ne jemi shumë mirë, shumë të lumtur. Unë sonte jam me shkas. Këtë punë që e baj unë me ju kallëzu juve, vërtet është privilegj. Dhe shumë njerëz më thonë tem mos u ndal. Unë nuk kam shka më ndal deri në ditën e fundit. Kur ta dorëzoj frymën e fundit dhe ta dorëzoj shpirtin tim dhe i bëj thirrje Ilahit ta ke momentin e lehtë të dorëzimit shpirtit tim, nuk zbrapsem nga kjo rrugë. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Pra, nëse nuk i kështu ek prej këtu, se se kam ndërmend as unë, as shokët e mi, as shqiptarët mu lodh me ty. Ati ku të kanë mashtru, ati ku ti ki frikë, ati ku ti tutësh, ose ati ku ti mendon se i kamuflon mëkatet e tua, gjunohet e tua, krimet e tua. Ka shumë shqiptarë që janë pastër, të qeltër, të mirë, as nuk vjedhin, as nuk rrajnë, as nuk e dojnë të hujen, as nuk e bëjnë kompromis në natyrshmërinë e tyre, as nuk ja zgjasin dorën armikut, as nuk e tradhtojnë vëllaun, shokun, ka shqiptar të atill me bollik dhe shqyqyr që ka, dhe shqyqyr që janë, dhe shqyqyr që kanë qenë saher.
Një ndërprerje e shkurtë vetëm ju tregu se editimi, organizimi i gjithë dokumentarëve të mia bëhet me ndihmën e miqve të mi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në tekst veçantë për një personit. Unë e përshëndes atë nga zemra për Shkupit se tërë këtë punë që e baj nuk është edhe letë, pra tani vazhdoj me numrat e Albin Kurtit. Dhe unë e hi Albin Kurti, ju të qenit Prishtinës, dëni me ditë, numrat me germat Albin Kurtit, mo e dini, 72 është, i thënë reverse reduction, kurse në Kaldian e ki 27. Të janë numra shumë të fortë. Ki numrin 45, ki numrin 117 dhe ki numrin 153. Numrat i ka shumë të fortë. Dhe çka ju kum paralemru në lidhe me Albin Kurtin, këtë fazë që çka ka qenë perfect match. Me numrin 72. Në Kuran është një sure e ka emrin Suratul Jinn, kaptina e gjimve, krijesave që nuk shihen nga dimensioni jonë. Ku morë me atë informata sakta dhe për një pjesë të tyre se si u shenë dhe çfarë operacione shkryjnë. Në pasyre 72 deri 27. 27 është surja An-Naml, thënë surja e bubrecit. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Një milingon, pa i thret milingonat bëbrecat e tjerë. O, ju milingona, o, ju bëbreca. Udkhulu masakinekum, shpejt, urgjent, fotoni hyni në për shtëpia të juve, në për strehimore të juve, në për vend banime të juve, në për qerdha të juve, në për foljet të juve, shpejt. Pse? Sepse po vjen Sulejmani, alayhi salam, la yahtimannakum Sulejman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Gotoni shpejt mshefuni, hyni në për shtëpia në mënyrë që mos t'ju shkelë, mos t'ju shkatroj, mos t'ju captoj. Sulejmani dhe ushtria ti e ata që ju vrejnë bile. Ku mos me qesh, çka ju kam botë që 20 vjetë. Kush i ka fojt? Politika i ka fojt. Hini mrena, milingona, bubreca, hini mrena se për vjen ushtria Solomonit prej vashtin. Nga perspektiva e Zotit, çdo krijem nuk është krijem kot do me thonjë. Po surja Naml është një sure me thellësi të mëdha dijes të informacionit. Lidhje me surën An-Naml, që në rënditje është me numër 27, që e quajnë surja e milingonës, do të keni informacione më shumë nëse abonoheni te kanali Zoni Shqepi Kuranit. Por tani për tani, kjo sure fillon me 2 germa, po sin. Kemi edhe sure tjera që fillojnë me germën ta, sikur që është surja Taha, kemi edhe surën ta sin mim që është surja Ash-Shuara dhe kemi surën Al-Qasas që gjithashtu fillon me germën ta sin mim. Të gjitha këto sure që fillojnë me germën ta, tematika në mbrëndësi më shumë që flasin këto sure është në lidhje me Musa. Gjithashtu flasin dhe për profet tjerë, po tematika është Musa, se Musa ka rrëzu qytetrim, nuk ka rrëzu molla Shaqirin, nuk e ka rrëzu molla Çimirin e Sibovcit Begut. Pra, ndisni tani numrat në lidhje me Albin Kurtin dhe Edi Ramën. Të janë numrat e Albin Kurti që isha.
Numri 45 është numër që lidhet 4 plus 5 del 9. 4 5 del 22. Pra, Albini është i pregadit si politikan. Mund të qumë që është ka ondër pushtetin, e do pushtetin, po pa e di është i pushtetin Zotis ta jep. Po Zotin ta jep momentin kur e di se ti je i gatshëm me pasat pushtet në dorë. Ne shkojmë të Edi Rama. E dani këtu është problem me Edi Ramën, me kryeministrin e Shqipërisë. Nëse shkruni Edi Rama, tani unë nuk jam i sigurt a e ka emrin kë Edi Rama. Unë e kum dëgju duke e thirr Sali Berisha Edven Kristaq Roma. Nuk ja di që ka të shkrume, që kur e kanë pagzu, që e kanë pagzu, dhe datë lindjen që ja kanë lanë në kusht njëtë se kur më Albin Kurtin. Mirë për nëse e mormi me ketë që do mu njoft ke, Edi Rama. Nëse e lexojmë emrin Edi me anagram, ide, është slavisht. Ha? Edi e lexojmë me anagram, është ide. Ide, ju që nuk e kuptoni, shkon, është slavisht, shkon, ku shkon Edi Rama? Në Beograd, te Vučići. Kjo Roma, nëse lexon me anagram, është Amar. Ide Amar. Ka dhe ide Amar, za Beograd, ka i Vučić. Çfarë numra shko ke emër? E ka në atë kematrin e thjeshtë angleze, e ka numrin 51. Në reduktim, Edi Rama e ka numrin 33. 33. Tani, 3 plus 3, 6. Qëre, 3 plus 3, 6. Edi Rama. 5 nishi, në atë shka është e thjesht, 5 plus 1, 6. Në rënditje me numër 51, nëse du me marrë informacione me germa dhe numrat Kuranit me zbërthy këtë emër, Edi Rama. Unë kam edhe informacione tjera shumë më jëdhon, mirë po nuk jam unë që e kumë rëndit kryeministrin aktual të Shqipërisë, Edi Ramën, si kryeministër në rënditje me numrin 33 si që pesheni. Unë nuk po tham që e ka pak zumë shtone kur ka lind, me këtë që njihet, në Viki kështu i shkruan Edi Rama, Wikipedia, kur prezentohet Edi Rama. Është një sure e ka emrin Dharra, e dharë, jath e përkthejnë errat. Është dharë, është krincë. Mirë po është me rëndësi në reduktim numrit 33. Me numër 33 në Kuran, është një sure e ka emrin Ahzab. Jo, më të bëha Zab. Ahzab. Është shumës i fjallës ha, zb, hizb, parti, grup. Shumë si kësaj hizb është Ahzab. Dhe kjo sure në Kuran në rënditja është me numër 33. Tani, do në gishtin të. Unë ju këmë thonë, thuni 33 herë Subhanallah, thuni 33 herë Elhamdulillah, thuni 33 herë Allahu Ekber. Unë ju këmë thonë,
Unë asë një herë nuk fillu më thonë ashtu. Vetëm në e di që të me thonë numri 33, edhe qëfar kuptimi ka surja El Ahzab. Dhe numri e di Romës në reduktim është 33. Në masoneri, numri 33 është shkolla me e lartë e masonerisë. Tani çka ka Kurani me masonerinë? Shkojmë të ajetin 110. Ajetin 110 është ajet i sekreteve të mëdha, Harut dhe Marut. Unë as nuk kom harru, as nuk kom maru. Dhe shqiptar që janë frekuenca 47-74 janë dhe jemi bashk. Bashk jemi. Për herë të parë emri shejtan, për të regjemave po, në, përmenet ajeti 14. Kur janë me tim shkupin, thënë jem me ty. Pastaj, kur shkojnë atje, thënë, me timin vetëm po talë, me nemi me juva, përse kemi ardhë me lujtë qiqek, me të ndu me komin turk të Kuranit. Te di Roma, është edhe numri 138, dhe është numri 48. Numri 48. Cila sura është në Koran? Në Koran, në rënditje me numrin 48, është Suratul Fath. Surja kaptinja e hapjes, kutis Pandorës. Surja Taube lidhet me surën 48 El Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Aty ku mësojmë se çdo gjë është e hapur për ndjekësit e Kuranit. Jo çlirimit Sultan Mehmetit. Është hapja e kutis Pandorës. Inna fatahna laka fathan mubina. Dhe unë ju këmë thonë se kjo sure 48 lidhet me surën 9 të Kuranit, që ka emrin surja e pafajësisë, që i thëjnë Taube, që i fillon pa besmillah dhe ka të bëj me shërbimet inteligjente. Zot, thirrë ty, ndihmoje kriminalistin e Kosovës, organet e sigurisë të Kosovës, ushtrinë e Kosovës, policinë e Kosovës dhe të gjithë përkrasit e Albin Kurtit, rredhva sigurinë dhe shtova dritën në zemrat e tyre. Kjo është tirja. Kutinë e Pandorës e ka hop e di Roma e numra. Dhe ju pastaj keni më analizu vetë. Dhe në Kaldian të edi Roma, del numri 18. Me numër 18. Në Kuran është surja Kaf, që flet për përfundimin e historisë njerëzimit, aty ku nalët ora akrajbi. Keni me thonë, a është e mëqme. Me fillu një luft e tretë botërore. E lufta e tretë botërore veç ka fillu. Po, me marë për masa më të mëdha. Luftat bëhen për plaç, jo për fe, jo për Kuran, jo për Bibël, jo për kish, jo për xhami. Asnjë luftë nuk bëhet për kish, për xhami, për Kuran, për Bibël. Të gjitha luftrat që bëhen për plaç, për dominim, për resurse natyrore. Vetëm to mollaqimirat tonë dhe mollamazllumat tonë u kanë dhonë drogë,
opium rinis që kanë shku qoras të ta, mi binë se lufta bonhët për Kuran, për Bibel, për kish, për xhami. Dhe të janë zilet e fundit. Dhe numrin 18 e keni të Edi Rama. 1+8, 9, dhe Albin Kurti, është 117, 153, 15639, 45, 117, 279, perfekt del numri 9. Numri 9 është numri i engjëve me laçe. Njerëzit që e duan vetveten, e duan shtetin e tyre, që e tha Albini. Edhe unë po tha me desht vetveten, sa herë ku më thonë dune vetveten. Dhe 9 kanë më thy mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Pra, kjo është paraqitja ime e shkurt, thirrjet i bona. Ju përshëndes dhe ju du shumë, juve shqiptarve, dhe unë flas për shqiptar, ju që nuk jeni këto kanalin, këto frekuenca 74 MHz, pasqyrë 47, ikni rëndo mëse hop kohën këto me mu.